Lori Hoxha feston sot ditëlindjen dhe i dashuri i saj Viz Bayraktari postoi këtë foto në Instagram. Sa shumë dashuri ka në një foto. Ai thot happy birthday, knock knock. Kjo është nofka që me sa duket i ka vendosur Lorit. Po përfitojmë edhe ne nga rasti. Lori edhe 100. Olti Curi ka gjetur më në fund të antistresantin ideal. Sipas tij është pikërisht vodka, ajo që shëron çdo gjë. Madje ka takuar edhe disa nga miqtë e tij. Ju si thoni, a mund të jetë vodka një psikolog i mirë? Ne dyshojmë. Soni Mala e ka marrë seriozisht performancën e saj te kënga magjike këtë vit. Këngëtarja ka nisur koreografin për këngën e saj pjesëmarrëse dhe këto vajza duken goxha të impenjuara. Bravo Soni dhe suksese. Elia Zaharia dhe Princi Leka janë duke shijuar muajin e mjaltit. Sigurisht këto foto janë të pritshme nga një çift mbretëror. E të mendosh që një çift i thjesht do të postonte foto me shampanjë dhe lukse të tjera, dhe ata që vërtet kanë mundësinë nuk e bëjnë. Sa interesante.